Tani të gjithë do këndojmë himnin ton të flamurit shqiptar, rreth flamurit të përbashkuar dhe do të ngrihet flamurit ton. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë dhe një qëllim, të gjithati duke u betuar, të lidhin besën për shpëtim. Prej lufteve sa i planore, që është lindur stradëtar, kush është burë nuk fitore, por desin një të shkon. Do t'i bajmë, të mbrojmë ateru në çdo kër, të drejtat tona ne si dajmë, të duar miqës janë vend. Happy Albanian Independence Day, everybody. Hi, we are here now with the mayor, Kevin Coleman, right? Yes. Okay. And I would like to ask him for all the value of the contribution of the Albanian community here in Westland. Well, thank you. This is a beautiful event today. Our Albanian American community is very important to us here in the city of Westland. We're one of the largest Albanian American populations in the whole United States after New York City. So we're very proud of our thousands of Albanian residents here in Michigan. They've contributed so much to our community. They own small businesses. They volunteer. We have Albanian Americans working at City Hall now on our staff. But the entrepreneurial spirit of giving back to small businesses and investing here in our city is very important to us. Thank you. And the second question is for a message you'd like to share with the all Albanian community here in Westland, of course, but all the Albanian community here in USA for Independence Day. Yeah. So, hey, my name is Mayor Kevin Coleman, City of Westland, Michigan. I've been to Albania. I was there this summer in 2025. It's a beautiful country, and I want to wish all of our Albanian American friends all across the world Happy Albanian Independence Day. Dita historike e ngritjes së flamurit të shqiptarëve këtu në Westland vazhdon patjetër dhe pika kyçe dhe njeriu më rëndësishëm sot është padyshim zoti Leo Çavushi, që ishte edhe një nga organizatorët. Sa rëndësishme është që ne të shohim flamurin ton të ngritur lart këtu në Westland sot. Është shumë e rëndësishme sepse komuniteti ton është shumë i madh, shumë energjik, shumë profesional dhe shumë dashamirës ndaj komunitetit të Westlandit, po dhe të shtetit Michiganit dhe Amerikës në përgjithësi. Në fakt ishte një organizim shumë i bukur dhe ne patjetër që e vlerësojmë pa mas. Një urim që keti për gjithë shqiptarët dhe ajo që është më rëndësishme, një mesazh që duhet jepni për gjithë brezin e ri që tani më është larg adheut të tyre. Le të duam njëri tjetrin, le ta festojmë ditën e pavarësisë dhe Zotin e bekof Shqipërinë dhe Amerikën bashkë. Pjesë të gjithë organizimit për ngritjen e flamurit ton kombëtar këtu në Westland ishte patjetër dhe shoqata Beso të Diaspora me president zotin Altin Zaloshnja. Shumë kënaqësi që të kemi këtu dhe kënaqësi për gjithë intervistën që po na jep. Një pyetje për mesazhin që ju duhet t'i jepni të gjithë shqiptarët sot në këtë ditë historike. Dhe se sa rëndësishme është që ne të kemi flamurin ton të ngritur këtu në Westland. Sikundërpati ishte një ceremoni shumë e bukur, ishte ceremoni mbretëlënse, edhe kjo tregon atë bond, atë lidhje që Shtetet Bashkuara kanë me adheun tonë Shqipërinë. Sikundër e thashë edhe atje, ishte momenti kur Shqiponja amerikane erdhi në ndihmë të Shqiponjës me dy krena në kohën e presidentit Wilson. Është e domosdoshme që komuniteti ynë të jetë gjithmonë më tepër vibrant, që t'i tregoj botës se kush shqiptarët janë. Ne jemi padyshim nga kombet më pro-amerikane në botë, ndofta më pro-amerikani, dhe kjo misi e cila është lidhur prej shekush, duhet të themi, duhet vazhdoj të jetë gjithmonë e tillë, dhe nuk duhet asnjëherë të cënohet dhe nuk duhet asnjëherë të preket. Kombi shqiptar ka tek Amerika ka të Amerika një mik jashtëzakonisht fuqishëm, i cili ka qenë me ne në kohë të këqija dhe në kohë të vështira. Për sa i përket komunitetit ton, ju e pat vetë se sa njerëz ishin, çfarë ishte entuziazmi, ishte ceremoni e thjeshtë, por me shumë kuptim, e cila në një farë mënyrë mund na japi këtë ngritje të entuziazmit që ne duhet kemi në këtë ditë,
dhe të na tregojë që edhe ne si shqiptar mund të bëjmë gjëra nëse përpiqemi dhe nuk mund t'i lëmë ato që gjithmonë ne bëjnë tjerët. Ne jemi në gjendje që ta ndryshojmë fatin tonë. Të falenderoj shumë. Shpresoj që flamuri ynë shikohet tashmë në çdo shtet dhe në çdo qytet të Amerikës. Roth Shqipëria, and may God always bless the United States of America. I pranishëm sonte në këtë ditë historike për ngritjen e flamurit në Westland, ishte patjetër dhe avokati zoti Renis Nushaj. Me shumë kënaqësi unë dua ta pyes se si ishte të ishit pjesë e kësaj dite historike këtu në Westland. Faleminderit. Unë nuk do mungoja në asnjë mënyrë normalisht. Kjo ishte hera e parë që kemi ngritur flamurin në qytet në këtë shtet. Edhe ishte tema se do me thënë se për gjithë neve, detyrimisht do isha prezente dhe nuk do mungoja asnjëherë. Çfarë mesazhi keni për t'i dhënë të gjithë komunitetet shqiptare që është larg dheut, patjetër dhe brezit të ri për të gjitha vlerat tona, traditat tona për mbajtjen e kulturës? Unë do thosha gëzuar festën, kjo është festë shumë e rëndësishme për të gjithë neve, jo vetëm për ne që kemi ardhur nga Shqipëria, por edhe ata shqiptarë që janë të lindur këtu, siç janë fëmijët e mi fundi e fundit. Kjo është ditë e mrekullueshme, edhe në të ardhmen duhet që kjo të ndodhi në çdo qytet ku jetojmë ne si komë. Edhe ajo është më e nevojshme. Siç thashëm përpara gjatë festës, familja ime vjen ne jemi më origjinë nga Vlora, familja ime vjen nga Vlora, kështu që ishte gjë më e bukur që mund të bëja sot të isha prezent këtu ku ashtu sikur se para 113 vjetësh në Vlorë kishte familjarë të familjes tonë që ishin prezent kur ngrit flamuri, të isha dhe unë prezent sot këtu. Nuk ka kënaqësi më të madhe. Jemi me zotin Ulti Kadiu, që ishte një nga pjesëmarrësit në këtë ditë për ngritjen e flamurit këtu në Westland. Zoti Kadiu, sa e rëndësishme është që ne të jemi pjesë e këtyre organizimeve që të shohim flamurin tonë të ngrihet lart në qiell? Është një nevojshmëri, është pjesë e vazhdimësisë së ekzistencës kombit tonë. Kudo që ne jemi, kudo nga jemi, festimi i flamurit, festës flamurit është i ri-identifikimi i kombit tonë, kudo që ne jemi. Dhe këtu në Amerikë është më se e nevojshme që ne të festojmë me energji të plot, me gëzime sa më të mëdha këtë festë ngritjes flamurit. Çfarë mesazhi keni për t'u dhënë të gjithë brezit të ri që ne të ruajmë tashmë të gjitha traditat tona, të gjitha festat tona këtu në Mërgat? Është detyra jon e para që fëmijët tanë të kuptojnë ndërgjegjësimin, që të bëjnë që fëmijët tonë të kuptojnë stragullin e kombit tonë të Shqipërisë për të arritur deri në marrjen e pavarësisë, fitores pavarësisë dhe brezi i ri, me sa shikoj unë, vazhdon me shumë dëshirë, sidomos këtu në Amerikë që ne shikojmë dhe jetojmë për ditë, që të festojmë me shumë dëshirë dhe energji festën e ngritjes flamurit. Është për të ardhur mirë dhe është për të përgëzuar që në të gjitha qendrat shqiptare, fetare dhe jo fetare, në këtu edhe sot në City Hall, po të shikonim, ishte një pjesëmarrje e të gjitha moshave, që nga fëmijë deri në pleq, dhe vazhdojnë dhe këndojnë himnin shqiptar, si pleqt dhe fëmijët që janë të lindur këtu në Amerikë. Është vërtet për të ndjerë mirë dhe besoj që me punën që po bëhet, brezat e rinj vazhdojnë me shumë seriozitet punën e tyre për ndërgjegjësimin ndaj vetes dhe për ruajtjen e traditës. Dhe është vërtet për të përgëzuar të gjitha organizatat që ofrojnë shkollat shqipe, vallet shqipe, folklorin shqip, mësimin e historisë, të gjitha organizatat fetare, jo fetare, që të vazhdojnë edhe të bëjnë këtë punë, duke përfshirë dhe televizionin tuaj. Të falenderoj shumë, shpresojmë që flamurin tonë ta shohim gjithmonë valvitet lart. Faleminderit dhe juve dhe gëzuar Shqiptaria. Ai që nderoi himnin ton kombëtar ishte zoti Kevi Latka. E këndoi me shumë emocion dhe na bëri të gjithë dhe ta këndojmë bashkë me të. Kështu që pyetja ime për të është sa rëndësishme është ju të jeni pjesë tashmë në ngritjen e flamurit shqiptar në Westland. Si është të ndjeni të jeni pjesë i këtij komuniteti kaq të madh që ndodheni këtu? Sot është një ditë e shënuar për Shqipërinë dhe për të gjithë shqiptarët. Festojmë pavarësinë e Shqipërisë si gjithmonë. Dhe sot është një ditë e shënuar, siç e thash, jemi mbledhur të gjithë shqiptarët tu për të ngritur flamurin e Shqipërisë. Ishte kënaqësi dhe një emocion shumë i madh për të kënduar himnin e flamurit për shqiptarët. Dhe faleminderit Amerika që na jep këto mundësi, që po e ngrim flamurin midis Amerike. Kjo është. Dhe një urim për të gjithë shqiptarët që janë këtu patjetër dhe anë mban botës për festën tonë të pavarësisë. Patjetër, ju uroj gëzuar pavarësinë gjithë shqiptarëve, kudo që ndodheni, shqiptarët